Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza jalla falenderojmë për të gjitha të mira që na ka dhënë. Elusim Allahun që të na bën nga robët e tij falendërues, mirënjohës ndaj begative të tij, adhurues ndaj tij. Dhe elusim Allahun e manduar që lavdatat, bekimet e Allahut të jenë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Po takohemi edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall duke kërkuar ndihmë dhe suksesin prej tij për të vazhduar më tutje me temat tona të cilat jemi duke i trajtuar javë për javë në këtë vend. Kemi marrë në takimin e kaluar një prej emrave të Allahut xhalla xhelaluhu dhe kemi sqaruar atë që ka të bëjë me kuptimin e këtij emri dhe disa prej ndikimeve të rëndësishme dhe gjurmëve që duhet të lënë ai emër në jetën tonë. Dhe kështu kemi bërë vëllezëruar me çdo emër që kemi kaluar nëpër te, duke u përpjekur, duke u munduar që praktikisht të ndikohemi dhe të përjetojmë atë që e kuptojmë nga besimi në Allahun azza wa jall. Dhe kemi përmendur disa herë se atë që e kanë thënë dietarët e hershëm të selefit, padyshim se ne po spaku pa e kuptojmë, e shpresoj që ta përjetojmë, sa atë që ata e kanë thënë lidhur me këtë çështje, padyshim se është më së e vërtetë. Kur kanë thënë se kush më tepër Allahun e njeh, aq më tepër e don. Dhe kush e njeh Allahun më tepër, aq më tepër ja ka frikën dhe dron. Prandaj njohja ndaj Allahut azza wa jall është rruga e vetme që na shpije deri tek dashuria ndaj tij. Njohja ndaj Allahut azza wa jall është rruga e vetme që na shpije deri tek përmirësimi i gjendjes tonë, raportet me Allahun azza wa jall, është rruga e vetme që na mundson t'ia kemi Allahu xhallahu ala dron dhe frikën për aq sa na mundson ta përmirëson gjendjen tonë. Emrat e Allahut azza wa jall, sikurse e kemi përmendur, janë do të thotë emra që flasin për qenin e Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj të gjitha janë ashtu sikur që Allahu te bareka o taala i ka përmendur. Por dietarët e Islam këto emra, sikur edhe këtë kemi përmendur, i kanë ndarë në kategori të ndryshme varësisht prej kuptimit të emrave. Andaj ka emra që flasin për të zhveshurit e Allahut azza wa jall nga çdo emet, nga çdo njoll, ka ata tilla që flasin për fuqinë e Allahut azza wa jall dhe sundimin dhe pushtetin e tij të pakontestueshëm. Ka ata tilla që flasin për butësinë, bujarinë, mëshirën e Allahut xhallahu ala kështu më radh. Ka se robi në kësaj bote kalon në situata të ndryshme. Prandaj duhet që në çdo situatë të aktivizon ndonjë kategori të caktuar të këtyre emrave. I duhet nganjëherë më tepër që të jetojnë në hijen e emrave të Allahut xhallahu ala që flasin për fuqinë e tij, për forcën e tij, për pushtetin e tij e kështu me radhë. Nganjëherë duhet që të jetojnë në hijen e emrave që flasin për falën e tij, nganjëherë në hijen e emrave që flasin për diturinë e tij, nganjëherë edhe për ato që flasin për mëshirën edhe për butësinë dhe bujarinë e tij. Emri që sot do të flasim për të ka të bëjë me këtë kategorinë e fundit të emrave të Allahut xhallahu ala, që i përmenda që ka të bëjë me mëshirën e Allahut azza wa jall, që ka të bëjë me bujarinë e pafundme të Zotit xhallahu ala ndaj krijesave të tij. Fjala është për emrin Allahu Ar-Rauf, i cili është përmendur disa në Kur'an dhe është për emrave që padyshim nxit një ndjenjë të posaçme në zemrën e besimtarit në momentin kur ai e njeh Allahun xhallahu ala si Ar-Rauf. Para se të kalojmë te kuptimi i këtij emri dhe para se të sqarojmë se çfarë ka të bëjë me këtë emër, si zakonisht do të bëj një prezantim të shkurtër gjuhësor të këtij emri. Emri Allahu xhallahu ala Ar-Rauf vjen nga fjala Ar-Ra'fa në gjuhën arabe, e që në të gjitha kuptimet dhe lakimet e këtij emri nuk shkon larg fjalës rahma, që ka të bëjë me mëshirën. Mirë po, ne kemi një term për mëshirën, nëse gjuhën arabe janë me dhjetra, apo që flasin për çdo kategori të mëshirës. Ne kemi mëshirën edhe fillimin e saj, edhe mesin e saj dhe fundin e kemi mëshirë. Nuk kemi të shprehje për këtë çështje, po mund të bëjmë zaventësime, apo mund të bëjmë plotësime, mirë po mëshira është mëshirë. Ndërsa në gjuhën arabe
jo vetëm kjo shprehje, por shumë shprehje tjera, dhe për shkak të pasurisë së madhe që ka kjo gjuhë e bekuar, ka shprehje që flasin për edhe kategoritë e shprehjes së caktuara. Prandaj edhe ar-ra'fa në gjuhën arabe nënkupton atje ku përfundon rahma. Do të kur një njeri është për të rahmetit, i kanë thonë pastaj ra'fa. Do të rahma është kategoria e caktuar e mëshirës, e që veç ajo me të përfshirë është e mjaftueshme, por kanë thënë ulemat se ar-ra'fa është gjuhësisht po flas, jo në kuptim Allahu xhalla xhelalu, nga se rahmeti i tij përfundon, por gjuhësisht po flasin për t'ia ndihmuar vetes kuptimin e asaj që është në vijim. Prandaj ar-ra'fa në gjuhën arabe i thonë muntaha ar-rahma, ajo që është fundi i mëshirës, e pastaj ku përfundon ra'fa, ajo është tjetër shkaptë. Ose kanë thënë dietarët kur kanë bërë krahasimin se thash fjala ra'fa është ndalidhur shumë me fjalën e rahma, me mëshirë. E kanë përmendur dietarët se ra'fa nënkupton për dallim për fjalës rahma, se rahmeti nënkupton realizimin e tij në fund. Edhe në qofë se rruga që ka kaluar në për te, ka qenë, do më thonë, me vështirësi. Prandaj ti në qofë se fëmijën tëndë dëshiron me e bë të edukuar, do të ti ki qëllim fisnik, dhe me këtë edukim dënë me mëshiru fëmijën tëndë. Por nga njëre, rruga deri në realizimin e këtij qëllimi kalon në për diçka që e ngarkon fëmijën, kësaj i thonë rahme. Mirë po, ra'fa është ajo që ka të bëjë prej fillimit deri në fund me të mirë. Do të thotë nuk e godet pakënaqësia dhe nuk e godet vështirësia në asnjë etapë prej etapave të realizimit të qëllimit. Për këtë arsye, dietarët për kuptimeve që kanë përmend të fjalës ar-ra'fa kanë thënë është arritja e të mirës me të mirë, ndërsa rahma është arritja e të mirës me të vështirë. Ndodhë që rahma tjetë edhe me të mirë, mirë po ndodhë që tjetë me të vështirë. Nëse ra'fa është me arrit një të mirë gjithmonë me të mirë, pa të godit asë një vështërsi dhe asë një pakënaqësi në këtë rrugë. Këtu e disa prej dallimeve elementare dhe themelore që dallojnë mes fjalës ra'fa dhe rahma, dhe me këto dallime edhe na del shesh edhe vetë kuptimi i fjalës ra'fa që është në gjuhën arabe. Se përket emrit e Allahu xhallahu ala ar-Rauf është përmend në Kur'an në afër 10 vende në Kur'an dhe zakonisht është i shoqëruar me Rahim, Raufun Rahim. Zakonisht është i shoqëruar me Raufun Rahim. Edhe pse është përmend Raufun bil ibad, do të ndar me Rahim, por zakonisht është i shoqëruar me emrin Allahut Ar-Rahim. Dhe shoqërimi i emrit Allahut Ar-Rauf me Ar-Rahim jep me kuptues se mes këtyre dy emrave ka dallim. Nga se Allahu xhallahu ala nuk bën përsëritje të njëjtit emër në njëjtin vend. Prandaj ardha e Ar-Rauf Ar-Rahim jep me kuptues se Ar-Rauf është diçka tjetër nga ajo që është Ar-Rahim. Dhe është interesant se emri Allahut Ar-Rauf në Kur'an është përmend në kontekste të ndryshme, që jep me kuptues se në çdo vend ku është përmend e jep nga një kuptim interesant, që qëtë në shesh dhe qëtë në pa këtë tash ne po e përthejmë mëshirë, apo mirë po e kuptuam se nuk është vetëm mëshirë, por është diçka më tepër se mëshira, sikurse do ta serojmë më tutje për reflektimin e kësaj mëshire në jetën e përditshme të njerëzve. Prandaj Allahu xhallahu ala prej vendeve ku pohon se e ka këtë emër është ajeti në surën Bekare, kur flet Allahu xhallahu ala për ndryshimin e kiblës dhe flet për ata muslimanë që janë falur pa u ndryshuar kibla dhe kanë vdekur. Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la raufun rahim." Allahu xhallahu ala nuk është ai që u humb juve veprat e juaja. Këtu imanin e ka quajtur, veprat i ka quajtur me iman, për treguar se veprat janë pe imanit, nga se kthimi nga kibla dhe namazi janë vepër. E këtu Allahu xhallahu ala veprat i ka quajtur iman për treguar se janë pjesë përbërëse e tij. Andaj wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu xhallahu ala nuk u humb juve veprat e juaja, as besimin e juaj, nga se Allah është Rauf. Allah është Rauf dhe këtu ka pohim të emrit i Rauf. Gjithashtu
Në surën Ali Imran, Allahu xhallahu ala thot: "Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, wallahu raufun bil ibad." Dhe Allahu u tërheq vërejtën juve nga vetja e tij, ruajeni pe Zotit, nga se Allahu është raufun bil ibad. Shikoni subhanallahu, tërheq vetëm që truhemi nga dënimi i tij, edhe në fund thot ai është i mëshirshëm, madje e përmend skajshmërinë e mëshirës së tij ndaj robëve të tij. Edhe kjo ka kuptimin e vet pse ka ardhur kështu në këtë vend që do ta sqarojmë. Dhe vende tjera ku Allahu xhallahu ala është cilësuar me ar-rauf. Edhe pse me ar-rauf mund të cilësohet edhe krijesa, por ka dallime të mëdha mes cilësimit të krijesës me ar-rauf dhe cilësimit të krijues me ar-rauf. Nga se Allahu xhallahu ala në surën At-Tauba e ka përmend një ajet ku e përmend të dërguarin e tij, laqad ja'akum min anfusikum rasul, ju ka ardhur juve, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ju ka ardhur një i dërguar nga vetja juaj. Dhe pastaj përmend se çfarë është i dërguar dhe në fund e thënë bil mu'minina raufun rahim. Ky i dërguar ndaj besimtarëve është raufun rahim. Mi po cilësimi i pejgamberit sa them këtu me rauf dallon rrëndësisht dhe këto rregull e kemi sqaruar në fillim, do të thotë dallimet mes cilësimit apo emërtimit të krijesës me ndonjë emër që me të njëjtën cilësi apo emër mund të cilësohet apo emërtohet edhe Zoti i gjithësisë. Se përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall vëllëruar, padyshim se e përmenda në fillim se ky emër sillet rreth kuptimeve të mëshirës. Dhe sado që ne do të mundohemi që gjithsesi ta përcjellim këtë kuptim, nuk do të mund të dalim jashtë këtij zbërthimi. Por ajo që më së miri ndoshta e çet në shesh dhe na sqaron më së miri kuptimin e këtij emri është që të fillojmë të miremi me ajetet ku është përmend ky emër dhe të mundohemi që në kuadër të asaj që është përmend ajet ta kuptojmë realisht emrin Allahu Ar-Rauf. Do të kjo është më e mira që mund ta bëjmë, që ta kuptojmë përmes ajeteve ku është përmend ky emër i Allahut Azza wa Jall. Dhe përmendja e këtij emri në kuadër të ajetit caktuar, ku është shtjelluar tema e caktuar, më së bukur dhe më së miri dhe më së drejtë na jep emrin e Allahut Ar-Rauf. Për ne po e marrim fillimisht do të thotë ajetin e parë në surën Al-Baqara, që e përmendëm se Allahu xhallahu ala ka thënë inna Allaha bin nasi la raufun rahim, kur flet Allahu xhallahu ala për pranimin e veprave. Andaj megjithë që këtu flitet për një kthim jo të drejtë në namazet e tyre, edhe pse janë kthy me lejen e Allahut Azza wa Jall. Mirë, Allahu te bareka ve taala i ka obliguar besimtarët pasaj që të kthehen nga Mesjidul Harami. Dhe disa njerëz që janë falur duke u kthyer ka Mesjidul Aqsa, kanë vdekur pa ardhur ende urdhni për kthim nga apo leja për kthim nga Mesjidul Harami. Dhe disa për njerëzit kanë pyetur se çfarë do të bëhet me këta njerëz që janë fal tërsi drejtim tjetër, jo ndërtimin që Allahu xhallahu ala na ka obliguar tash. A është namazi në rregull? Çfarë do të bëhet me ta? Ose ne që mi fal në drejtim dhe ende jemi gjallë, atëherë Allahu xhallahu ala ka zbrit ajet duke thënë: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allahu xhallahu ala nuk u humbi veprat e juaja. Nga sa ajo është Ar-Rauf. Prandaj ne si krijesa çfarë vepra bëjmë për Allahun Azza wa Jall? Edhe pse i bëjmë të legjitimuar nga ana Allahu xhallahu ala. Për shembull, na është e vërtetë se e fal namazin për shkak se Allahu na ka obliguar. Po, na e kryjm namazin nga se pejgamberi sa na ka mësuar. Mirë, po, ku është namazi jon në raport me atë që ne atij ja kushtojmë? Ku është namazi jon në raport me atë që ne nga begatit i shfrytëzojmë? Ku është namazi jon në raport me shpërblimin që ne e kërkojmë? Ku janë gjitha këto? Absolutisht janë tërësisht larg për kësaj apo. Larg për kësaj apo. Dhe njeriu me të vërtetë, nëse një namaz do t'i pranojë tek Allahu xhallahu ala, do të ishte për të gëzimi më i madh, nga se është një përpjekje suksesshme. Apo sigurisht një njeri për shembull me konkuru me një treg tejet me konkurrencë të ngushtë, apo dhe është problem atje me kalu, nga se janë kritere tejet vështira, për shkak se njerëzit që vlerësojnë dhe komisioni që vlerëson
është tejet preciz, apo? Dhe është normal, për shembull sikurse thuhet, është normal me urrëzu disa herë para të komisionit, aty s'kalon njëri me të parën, apo. Dhe pas 10 përpjekjeve, 20 përpjekjeve kalon një herë, apo, është gëzim i madh, apo se ka arrit një herë me kalu produkti i tij në atë komision që është tejet tash preciz. Apo ndonjë profesor që është shumë i vështirë dhe është shumë korrekt, preciz, është do të thotë kërkon tepër nga lënda e tij, është normal ta murzu studentët apo. Andaj rrëzimi nuk është diçka që i shqetëson njerëz, është normal. Dhe në momentin kur dikush kalon, e kupton se me të vërtet kom arrit shumë diçka. Se kom arrit me kalu te filoni atë. Te filoni kum kalu, te filoni ke kalu me të parën. Ose me tretë, ose me të pesë, ose më rëndësi po ke kalu, e ke ek qafe. Është sukses i madh atë. Prandaj njëtë në përdeshmë në edhim se pranimi i një mundit ton nga dikush që e tjerë shumë punën ton është sukses i madh për neve dhe përfaqëson një gëzim të madh për zemrën e çdo kujt. E çfarë të mërmeni auton për veprën tonë, cila mëngjes dhe mbrëmje i prezantohet Allahut Azza wa Jall. Në mëngjes edhe në kindi apo në 2 skajt e ditës me lajket ndryshohen dhe zaventsohen në ndrimet e tyre dhe çdo herë sa të ngritin me lajket e Allahu xhallahu për të raportuar në raportet e tyre janë edhe veprat tona. Apo filoni një arab kështu e gjetëm, kështu e vepronte, kështu ai bënte, kështu ai fliste, kështu ai lëvizte, e kështu me radhë në raportet ditore. Dhe një prej këtyre raporteve apo të pranohet si raport i mirë për neve dhe të lavdërohemi nga ana e Allahut Azza wa Jall, për neve do të ishte suksesi më i madh atë. E çfarë të mërmën kur ne Allahu na garanton se në qoftë se pa kujdesemi për veprat tona, jemi më të kujdesshëm me prezencë pak më të madhe të zemrave tona, jemi të sinqert, e ndjekum pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Allahu garanton pranim të veprave tona. Dhe ky pranim i veprave tona nuk bëhet për shkak të veprave tona, dhe ky pranim i veprave tona nuk bëhet për shkak të cilësisë të veprave tona, dhe ky pranim i veprave tona nuk bëhet për shkak të meritave tona, por bëhet pikërisht për shkak se ai është Rauf. Apo, shiko, as rahme, as me rahmet e kena kështirë me ka përësio, pëtën. Edhe pse mëshirë Allah Gjallahu Ala ka te kalu çdo gjë. Por shiko, sa duhet për pranu veprat tona që edhe me rahmet e kemi vështirë se të kalojmë, pëtën. Por me Rauf i pranan. Ose me Rahim i fal gabimet eventuale të shkaktuara gjatë kryerjes së veprës, pëtën. E kuptove? Don ti veprën tënde i ki 2 gjëra. E para, pjesën korrekte që ke kryer që duhet. Edhe pjesa e dytë, gabimet eventuale që ke pas mundësi me i bërë gjatë kryerjes së veprës, apo. Për cilësinë e veprës, edhe nëse ke bën s'ka shmërisht mirë, apo megjithatë komisioni mund të tarzu opton se veç një begati tarzana që ke bërë atë. Mos lasim para atë që ti e synon. Por Allah është Rauf me mëshirën e tij, do me emrin e tij Rauf i kalon këto punë atë. Nëse me Ar-Rahim i fal gabimet eventuale që kena pas mundësi me i bërë gjatë kryerjes së veprës atë. A shikoj si ka thënë këtu, ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu asese se u punë ju, ja mos kujtoni pse? Pse është Rauf i pranon edhe është Rahim u afal në qoftë se ju bëni gabime eventuale atë. Pra në kuadër të kësaj e kuptojmë do të thotë emri Allah xhallahu ala ar-Rauf në raport me këtë ajo që është përmend atë. Prej vendeve ku është përmend emri Allah xhallahu ala ar-Rauf, sikur se përmend është ajetin sun Ali Imran, ku Allah Gjellë Gjellaluhu në një varg ajetesh flet për një teje të rëndësishme për neve. Allah Gjellë Gjellaluhu thot, kul in tukhfu ma fi sudurikum, au tubduhu ja'lamhu Allah. Në qoftë se e fshihni atë që keni në gjokë se juaj, apo e shfaqni gjitha këto, Allah i dënë. S'ki që kam shef për ti, nëse ja allamu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Allahu Gjallahu Ala din tëra që ka në qiell dhe në tokë. Apo? Dhe shiko se ka përfundua jetin me Wallahu bi kulli shay'in alim. Kështë për shambull, na këshum menu se do të përfundua jeti. Se po flet për ditën e tij. Apo se Allah është i gjithdijshëm, po thot Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu Gjallahu Ala është qadir, sikur se kemi sqaruar çka është qadir. Apo? Pa e këtu ka një lloj tërheqje të vërtetës dhe kërcënimi. Allahu din dhe është qadir.
Andaj këto dy kombinime për juve duhet të jenë vërejtje mjaftueshme. Ai din çdo gjë dhe ka mundësi të bën çdo gjë. Pastaj vazhdon ajo goditja për zgjimin e zemrës, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. A dit çdo shpirt, çdo njeri do të gjen prezant para vetës çfarë ka bërë nga e mira, por gjithashtu edhe çfarë ka bërë nga e liga dhe e keqja. Apo e sa i përket asaj të keqes, Allah thotë tawaddu, çdo njeri do të ketë dëshirë law anna, sikur mes asaj të keqes që ka bërë dhe vetes ti ketë një lartësi të madhe mos më i pajë çka ka bërë. Nga sikleti asaj dita. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa. Allahu xhallahu ala u atreg vërejtën ruajuni nga Zoti. Do të thotë kalkuloni drejt para se të merrni vendime çfarë po bëni. Mos bëni kalkulime të gabuara. Apo nga se nëse njeriu në kalkulimet e tij për dalën para Allahut azza xhall, gjithmonë kalkulon në mëshirën dhe falën e tij del kalkulimi gabim, por edhe mos e përdorin kalkulim vetëm aspektin e dënimit, nga se këtu del gabim, mund të befasoheni me dënimin që do ta shihni. Apo njerëzit kanë mu befasu kur nuk do t'ju shkon ndërmend se çështu bashkë ka pas mundësi me kondënimi apo. Para sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Edhe atyre ju shfaq nga dënimi i Zotit ajo çfarë nuk e paramenduan, yahtasibun, nuk e kalkuluan se kanë bërë hesab, që çfarë del hesapi apo. Kur? Ana yuhadhirukumullahu nafsa. Kalkuloni drejt. Apo, por gjithashtu edhe besimtari ndoshta ka shpresu në falje, ndoshta ka shpresu në shpërblim, veç për që i del çështu pagesa kurse ka kalkuluar. Kur nuk mund të paramendu sa do të jetë dhe si do të jetë shpërblimi i Allahut për punët e tua apo. Ti mund të imagjinosh, do të përfundon imagjinata jote dhe çdo atom i kësaj imagjinate përfundon dhe ndoshta prej atje ku përfundon imagjinata jote, ndoshta prej atje dikun fillon bukuria e shpëlimit të Allahut azza wa jalla. Andaj yuhadhirukumullahu nafsa. Allahu xhallahu ala u atreg vërejtën nga vetja e tij, ruajuni në mbështetjen e madhe në shpresë, por edhe ruajuni në mbështetjen ose në zhgënjimin, ose ruajuni nga do të thotë humbja e shpresës në Allahun xhallahu ala, wallahu raufun bil ibad. Çka këtu ka thonë raufun bil ibad. Pas tërti kërsnimi të reqe vretës, thot Allahu është rauf ndaj robëve të tij. Çka nuk kupton kjo? Na thamë se rauf është ai i cili dëshiron me të qumë me një të mirë pa therrë në kom. Apo pa therrë në kom. Se nëse ki therra e apat shkon në fund, kjo rahmet është, elhamdulillah, kjo arrin në fund. Mirë, po nëse arrin ti me shku pa therrë në kom, kjo rauf apo. E këto Allah po të ka dhënë rrugën që shkon njëri në xhenet pa therrë në kom apo. Apo para se marr. Se Allahu xhallahu ala kur na isharon ndodhit e ditës së gjykimit, kur na isharon çfarë do të ndodh, si do të jetë gjendja e robit, ka do të kalon. Njeriu haj po të mëson që ruaj për kësaj mos u bë për kësaj kategorie. Dhe shërimi në këtë rast është pikërisht nga emri i tij Rauf. Qase po Allahu din çka ti mshef, Allahu din çka ti çet përpara. Allahu i din zemrën e çdo kujt për ne, i din qëllimet tona, çka ne dëshirojmë, këtë na i dim. Ne mundemi të shtiremi me njëri tjetrit. Ne mund të shfaqemi në pamje të ndryshme para njëri tjetrit. Mund të dukemi qysh dush para njëri tjetrit. Mirë, po ajo që është më rëndësishme është Allahu thotë, ai e din çka kiti më rëna. Ai e din çfarë ti ki për qëllim. Ai e din ka je nisti, ai e din për çfarë je nisti. Ai e din këto gjitha. Prandaj po don që nëse se nis mirë, nëse se ki diçka rregull, ndrejçu këtu, apo përmirësoj këtu, nga se po duhet të qenë vend dur pa thirrën kom. Shiko këtë rafa, shiko këtë mëshirë, s'ka me të Allahu xhallahu ala. Nga se është mjaftueshme të kallëzojmë në fillim, kjo s'ban. U kur puna, e ke marrë mësimin, se ke marrë mësimin, problemi jote. E po ko pas ko, çdo faqe të ajeteve, të sureve, apo pas çdo sërimi, vërejtja, ruajini robët e mi, kujdesuni. Mos më hajdeni me këta. Pas çdo kohë, për çfarë arsye? Nga se thash dëshon që të arrijmë në qëllimin e fundit, dëshon Allahu xhallahu ala që të shkojmë atje në fund ku duhet, të arrijmë shpërblim me çfarë?
pa asnjë therrë në kom sikur të popullave, pa asnjë shqetësim, pa asnjë dështim, pa asnjë dënim. Këtë Allahu xhallahu ala don për robët e tij. Prandaj edhe na përmend atë që ka mundësi të na ndodh, na përmend dënimin, na përmend këtë e atë e kështu me radhë. Prandaj nga disa njerëz e kuptojnë si lloj ngarkese nëse flitet për dënimin e Allahut azza wa jalla. Nëse flitet për xhenemin, i kanë ngarkuar njerëz pak më mëshirë. Nuk ka më rahmet për njerëz që më vol për xhenemin e Allahut. Nga se kur të flasim na spishtim xhenem, dikur kujton kur të flasim për xhenem, e shtin në xhenem. Jo vëllai, na po i flasim për diçka që s'po kem çef me i atje. Se ti kur ke çef dikush me psu, apo a ja kallzon ka rruga mos me psu? Ja se kallzon. Për një arsimtar, ka qef që në zonë ti me ngil, a i do me ngil. Edhe, disa pjesë të libi që ka i ka, nuk jo u spjegan. Edhe që të pytje që u ka spjegu, ja u qenë prëvim. E keni pas libën, që ku konë. Po të s'na ke kalzu, e ke pas. Kjo ka dosh mi kalu, a ka dosh mi ngil. Ka dosh mi ngil, Allah, sa e që të mi kalu, ka 10 herë ju kalzën qëre, e dini këtu, kujtëni këtë, para përimi, ka 10 herë ju kalzën, monën men këtë, a e ka për të shi me kalu këta njerëz, Allah. Pandaj ju kujtën ka 10 herë, nështë ta bash pytet që u kalzën që shduhet, mirë, po kujtë i kalzën kësajt ka mundësi, qëre kjo ka mundësi, që më sarani këtë, a ju kujtojt aja, gjasërimit nështë mësimit, thëtë qëre, kësaj kushtëri vëmenis se kjo ka mundësi marrë, po, ju ka kalzu ma jeret, kjo të mi kalu, Allah, kjo njeri, këta njerës. A dhe njeri që ko pas ko ju kalzu njerës, dhe qëre, monën men këtë, mos arën se ju bjen nesën përëm. Këtë mi kalu, pra në të folit për gjenemin, për dënimin Allah, Azogel, që me këtë të njallën zemët e njerëzve, kjo nuk është legjerim zhgënjus, nuk është legjerim që dëshpron njerëzve, për kun razi. Për kuna që është legjerimi cili i ngjallë zemrën e njerëzve, normalisht që se bëhet me masë dur, nga se duhet me balansu pastaj edhe me bukuritë e xhenetit normalisht, por jo të largohet tërësisht nga fjallori jon kërcënimi, xhenemi e kështu me radhë, nga se Allahu xhallahu pikrisht mua aty ku po na flet për këtë kërcënim kaq të madh, thot Raufun bil ibad. Dhe kjo është skajshmëria e mëshirës, kur ti mëson dikën se kjo i bën keq, se kjo e dëmton, se kjo nuk është për të mirën e tij. Gjithashtu prej vendeve ku është përmend emri Allahut Ar-Rauf, e që në bazë të kësaj përmendjeje e kuptojmë edhe këtë emër të Allahut xhallahu ala, është ajeti në surën Al-Hadid, ku Allahu xhallahu ala thot: "Huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna Allaha bikum la-raufun rahim." Hadith ajeti numër 9, Allahu xhallahu ala thot: "Ai është i cili huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat." Ai është Allahu xhallahu ala i cili i zbrat robët e tij argumente qartësuese, që u qartësojnë njerëzve atë që ju duhet në këtë botë edhe në botën tjetër. Me qëllim li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Me tërë këtë sërim, Allahu don t'ju nxjerrë nga errësirat e ndryshme në dritën e vetme të së vërtetës. Nga se Allahu është ndaj njerëzve Raufun Rahim. Këtu flet për zbritjen e Kuranit, edhe këtu për dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe flet për qartësimin që e ka bërë në Kuran edhe në Sunet për ta kuptuar në më drejt atë që Allahu xhallahu ala ka kërkuar prej neve. Kjo është pse ju dën. Kjo është pse ju mëshiron. Prandaj ka përmendur në fund Rauf ndër lidhje me zbritjen e Kuranit. Të gjitha obligime që Allah me të na ka obligu. Fillimisht shikoja sqarimin e tyre në Kuran. Subhanallahu, çfarë bukurie është sqaruar. Çfarë detale janë sqaruar. Njëri më i thjeshtë i kupton. Mirë po, gjithashtu nga mëshira e tij ka lënë edhe mundësi që të garojnë dietar në kuptimin e tyre, mos jenë këtë barabart njerëzit në leximin e Kuranit. Por atë që duhet njerëzve në jetën e përditshme, pa komplikimet e zakonshme që ndodhin, këtë njerëz të kuptojnë apo. Këtë njerëz të kuptojnë. Këtë njerëz nëse lexojnë Kuranin pa asnjë dietar afër veti, e kuptojnë se kanë obligim namazin. A ka mundësi një njeri me lexu Kuranin komplet ose hiç komplet surën Bekara me lexu. Edhe mos me ditë, për shembull, në fund e ka surën Bekara,
Unë nuk po di tash a adhurohet veç Allahu a bën dikon tjetër. A ka mundësi këtu, a ka të më thonë, a mundi kërë masëru këtë punë? Ja, tauhidin e kupton shumë qartë. Detalet e tauhidit, ato temave të Allahut, ashtu mas i kanë komplikuar tjerë, këtë ka problem. Po, nëse një njeri me surën Bekare, nuk ka mundësi të aftësohet që ti reziston dilemave të xhavarejve për shembull, ose ti reziston dilemat të murxhieve. Ka problem këtë. Se për këtë duhet dietar. Pse? Nga se iman e kanë kompliku këto grupe devijume ata. Mirë po, pa këto grupe devijume, në të shmit pas, as din që ka në xhavarejt, as murxhit, as din kur është ka njëri, kur s'ka një. Edhe hen me kuptu, a mundet njëri me surën Bekare, me dalë në fund, me thonë që po bëj ka me zemër të paq, pa bukur që me shku në xhenet. A ka mundësi me përshdim? S'ka mundësi edhe. E ka qarsu Allah xhela shumë bukë. S'ka njëri që lexon, thash, i zhveshën nga këto dilema. Po nëse ka i me paragjykime, ose ka i me dilemë caktuar, ai me dilemë, me syzat dilema lexon. E tani këtë problem është. Se njëri që i ka vendosur syzat e gjelbërta, këtë gjelbër i duket. Këtë edhe me kon këtë verdh, apo këtë i vysh, gjithat aty duket hala verë. Se i ka syzat që ashtu i kapën. Ma me ik syzat tani është drejt. Prandaj ka njerëz që hin Kur'an me syza, me ngjyra që çush aty i pëlqen. Apo tani po çe Kur'an jo s'po. Hiç syzat e rreth që po shkon ato. Prandaj një njeri që i pastër, me natyrë Allah e ka fal, as din çka këta, as ata, s'ka një kështu kurrë, po dulla me çka do Zoti. Lezon surën Bekare. A ka mundësi me dalë në fund, që është dalën shumica muslimanëve sot? Wallahi s'ka mundësi. E pa mundshme. E pa mundshme. Sa rregulli, sa dispozita, sa kërcënimi, sa shpërblimi, diçka për diçka këtu i thon. E kupton se ka dalë ose besimi s'ka ka provoj me thon kështu. Po do ka me kry do punë, po do ka. E kupton që njëri. E kupton se a ka mundësi njëri me lezu, përsi për të më surën Bekare, që për marë fillimin. Edhe në fund më, vëllaj, lezuva që të surën Bekare, po halas se mora vesh, a këna mund gjallë, një mes këna mund gjallë. A ka mundësi më dojë? S'ka mundësi, vëllaj, kuptan shumë qarë, ki mund gjallë, apo edhe ki me donë përgjëtsi, këtu s'dvyn as hoqë, as djetar, as kur s'dvyn, e kuptan qartë, që kjo është ajetin bejinet. Që kjo është ajetet qartë, ata ka qartësu, për çka t'vyn tyja, sa dush. Kur ne komplikojmë me gjunohe, duhet me ardhë, me nëse rudi kështë apër. Normal. Se qartë është. Para që këna duhet. Kur vinë komplikimet e caktuara, normal. Normal është apër. Se kanë me përsërime, kanë me për detale, kjo është diçka tjetër apër. Prandaj, si kur që ka thonë Aliu, radiallahu ta'ala anhu, el ilmu nukta, këtheraha, el gjahilun. Dija është pikë, në meshtë është, ka dije shumë, po për shka i vijë njerëzve, për jetën e tyre, me falë, me mora abdes, në gjëra që i mësojnë kallaj, po ka onë ignorant e kanë rritë, e kanë komplikuar. Apo të lifa veprimi shkon bën, e tani çu ka zole mat, çu se bën dikush që shtot e kapra, ai çu se bën shtot, se xhahilet e komplikojnë ilmin atë. Ilmi është i thjeshtë. Ignorantët që flasin në fetë Allah xhallahu pa dije, përzihen ku nuk duhet e psillin. E tani duhet më çule matë me çpsilla. Për këtë arsye, nëse ti, për shembull, që ky telefon so letë është me punu me ta. Pse? Pse ai që e ka ndrejsh ta ka bu gati këtë. Këtë të i gachëm. Të veç për dore. Veç për dore. Preke që të shumë e së thjeshtë. Mirë po në qofë se e marë edhe përzina mrena, apo du më janë rru pullën. S'po pëlqen këtu naltë, po ka që me qitë, s'po pëlqen poshtë me kom pulla, unë po du me kom pulla naltë. S'po pëlqen. Edhe e marë, këthej me zara, e prishi. E të në të me qute mirë. Pse e prekshe? Ta komunon veç me punu shumë thirë. Dhe shumë njerë, subhanallah, e kanë fin të letë me punu. Shkane e prek, jesë, që tu në du me qitë që tu. E i pësillet e sapi. E kër pësillet e sapi tani, do e qojnë të mjeshti, do se qojnë ishtë të mjeshti, më nëtë vetë me dreqë, e prikshë dhe mazi, apo, e tani qërë dhe qara veshtë jetë feja, apo marrë një pull nalt, një pull poshtë, as e prek këtu për me qil, e mshil, e prek të e qashtu i pësillet e sapi. Nëse Allah raufën bil ibad, Allah është i mëshirshëm, ja u ka sharu punë shumë mirë, ja u ka sharu punë shumë mirë njerëzve, qartë është kjo çështje. Mirë po njerëzit në ata që i apështillin vetës e tyre ato. Prandaj Allah xhallahu ala ka përmend ar-rauf, ku ka përmend atje ku ka fol për sqarimin e kësaj feje. Kjo fe është e qartë. Kjo fe është e qartë. Kjo fe është shumë e lehtë. Po njerëzit e ngarkojnë, njerëzit e pështillin. Atëra ar-rauf
e ka kryer obligimin e tij ndaj robëve të tij apo. Obligim që ka qitë vetes vetë se s'ka kush obligon Allahu xhallahu ala, por ai ka marrë obligimin vetë për na sharufin. Nga emri i tij Ar-Rauf. Pra këtu ku Allahu xhallahu flet për shërimin e fesë, për nxjerrjen e njerëzve nga errësirat në dritë, për shpëtimin e tyre, mund atë vend e përmend emrin e tij Ar-Rauf. Që ti e kupton se Allahu xhallahu ala këtë Kur'an kur e lexon njëri, dhe sikur se përmana i sheh shërimet, e i sheh ato prezentimet e bukura të historisë së kaluar, mënyra ndryshme që të na të kuptojmë më lehtë, gjitha këtu vallahi kuptojmë se sa është kujdesi i madh për njërin atë. Shikoj për shembull tregimet e Kuranit, sikur se e kemi përmend. Një tregim e ka përmend me 10 revende atë. Për Ibrahim alayhis ka folë veç në surën Bakara? Jo, ka folë shumë vende në Kur'an. Për Musa alayhis ka folë veç në një vend? Jo, ka folë shumë vende. Shumë vende ka folë. Tregimi i vetëm që veç me një vend është përmend është tregimi i kujna? Jusufit alayhis salam. Hiç kërkon se përmend më apo. Edhe kjo ka arsye në vetë pse përmend veç këtu apo. E kanë shëruar më pse është përmend veç këtu. S'ka nevojë më tepër apo. Tregimet e tjera janë përmend më shumë herë apo. Dikun më shkurt, dikun më gat, dikun i detaj s'është përmend, dikun del përmend. Pse kjo? Kjo llojshmëri apo. Apo që më lehti më kuptua apo. E ka përmend në kontekste ndryshme e në rrethana ndryshme që ti më marrësh më mirë apo. Andaj ti lexon këtë tregim këtu edhe këtu e ke është këtu. Është subhan Rauf Allah, çfarë rahmeti Allahu ta xhel. Mos më met kur gjë pa qartë për ty. Ti qartë më kuptu çka Allahu po don për te jam. Prandaj ndije këtë emër të Allahu xhallahu ala dhe përjetoje momentin kur ti lexon ajet e caktuar të Kur'anit edhe kupton qartë çka Allahu po li për te. E lexon surën Fatiha, dhe sa qartë i ka shëruar çështet. A ka në Fatiha diçka që s'kuptohet? Kur gjë s'ka. Tani ato kuptimet e thella, e bukurit, e sekretet e Fatihas, këto janë zhytësat e caktuar që ata zhytën thellë. Dikush ma thellë, dikush e ma thellë. Këtë diçka tjetër, po në aspekt e përgjithshëm, tonë e kuptojnë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, çaj që këto Fatihën edhe veç i vijnë gjua nëse se din. Ç'kjo është problem? Apo si të kalon këtë problem gjuhës, e kupton përkthimin, a ka diçka në Fatiha që s'jam të marrësh hoçakë? Skop, shumë është e qartë. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E qartë. Ihdina as-siratal mustaqim. Shumë qartë. Shiko, çfarë qartësimi të madh ka bërë në kuadër të 50 ajeteve, e që çto dieta ajete janë baza e këtë ajeteve të tjera apo. Çka është fuqia e Kuranit apo? Që me pak ajete ty ta bën qartë çka ty të vijnë. Po të tjerëve pe ulemave u lën pastaj hapësira që ata më zhyt me gjetë sekrete që ndoshta dalin libra për qartësimin e asaj që është qartësuar veç një herë. Dhe kjo është ajo që besoj kuptoj emrin Allahu Ar-Rauf. Për kuptimin e emrit Allahu xhallahu Ar-Rauf është gjithashtu se Allahu te bareka ve taala e ka përmend këtë emër në rastin e 3 personave që nuk kanë shkuar në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rastin e Ka'b ibn Malik dhe 2 shokëve të tij. Të cilat sikur se e dini rastin e tyre në luftën e Tebukut, kur ka qenë vapë e madhe dhe ka thirrsi për luftë, të përgjigjen ftesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë vapë, ka qenë sprov, ka qenë problem me u përgjigj, dhe disa prej njerëzve nuk janë përgjigj. Dhe shumica nga ata që nuk kanë përgjigj kanë qenë nga munafikat, nga dyftyshat, se kanë gjetë arsyetime ndryshme për mos më shkuën në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme është në mes të tyre ka pas edhe disa tjerë që s'kanë qenë munafika, por e kanë lënë nga neglizhenca, e kanë lënë nga moskujdesi. Sikurse ne dim do pun milion që na zgjon milion, pastaj kushtojnë shtrajt. Ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Buk, ka qëndruar 19 ditë, edhe është kthy pa luftë, nga se alarmi s'ka qenë i vërtet, se romakët janë nisë ka Medine atë. Dhe është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë pas kohë të gjatë udhëtimi, kur është kthy në Medinë, tash ka arkuar më marrë me ata që
Shumë përgjigj, nga se pejgamberi s.a.s. ka qenë, krahasi i dërguar i Allahut ka qenë edhe udhëheci i muslimanëve, që është dashur i përgjigjen thirrjes së tij. Edhe kanë ardhur njerëz, me arsye të më ja Rasulullah kum bukse, kum pas të smutë, kum pas atë smutë, kum pas të kështu të kum pas. Lënë arsye time. Pejgamberi i ka marrë me të jashtëm, ani. Apo thuaj që ka pas, ani shka. Ata kanë mënuar që u kry kjo punë, u mshal, ja lim syt pejgamberit sa punë e madhe. Po kanë harru ata se mundet pejgamberi në 100 herë me ton halal të koft, e Allah në xhenem me të qopet. Këta kanë harru këta njerëz ato. Në njerëz kanë menojnë se nëse dikur të ma bëni halal, po ata ka bëu halal për çka ke bëu, për çka i ke thon. Për çfarë ta ka bëu halal? Se ka ti i thush çështë për çka ka halal të koft. Po për ato çka realisht na s'dim apo. Ta kum bëu halal për çka kum ni. Ama s'ta kum bëu halal për çka ke bëu. Se di çka ke bëu. E ata pejgamberi thonë kum bëu halal për çka po ni. Po për çka keni bëu, se ja bëjnë halal apo. Ata për ta skar falja apo. Kanë qenë tre njerëz në fytyrën e Ka'b ibn Malik, sikur se dini, rasti i me plot dobi është ato. Si ka thonë ja Rasulullah, wallahi s'kam kur fare yzra. Kur far arsye s'kam pas. Veç, thashë hajt se nisna, hajt se kam devën e mirë, le të shkojmë këta unë nxo ku do koft derisa ka për ndo puna apo. Këti ka thonë pejgamberi ti çupi këtu apo. Ti aspektuit. Të këshyrim që ka po bënë Allah me ty. Këti edhe dy tjere, 50 dit, nuk i është sëru që është japën. Ka pas bojkot shoqënon dhe ty në përën. Ka urdhëruar pejgamberi s.a.s. që as kush mos më fol. 50 dit. S'ka më fol. Madje, ka në një fazë caktuar të bojkotit, janë urdhëruar edhe gratë e ty në më largu për ty në përën. E dini subhanallah sa është, sa është e lidhur çështja e burrit me gruan. Saqë burrin nëse gruan e fton në shtratin e tij dhe e refuzon, mallkohet deri në mëngjes. Çka ka lidh në këtë rast s'kimë nguapën, largohu për tjetër. Edhe kur të thirr, s'ka më bëj zmet, s'ka më lotesha, kur s'ka më bëj. Pana bojkot total. Saqë thot Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, del shantrag i falsha, selam aleikum, atij që e kthej ke kryet. Njerëz më të afërt shkoj janë xhami tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo dhe evreja nga njerëz po më shikon, apo dhe dësha me taku shikimin tim me shikimin e tij, por e largon të shikimin me njëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qase edhe aty është dhimbë shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ka qenë shariat, i është dhimbë shumë mos më fol. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte ka për çafe e kishte puth mball, por feja e lip çështë Allah. Jena në proces edukativ, jem të kalu me një fazë, edhe unë po bëj sabër, ti po sabër, ditë bën Allah zgjidhja apo. Dhe ka qenë fazë vështirë, apo madje ajo që ka vështirësuar edhe më shumë situatën e Ka'b ibn Malikut të lëndëruar ka qenë kur ka ardhur oferta e mbretit të fisit Gatafan, ka ardhur oferta dhe ka thonë na ka ardhur lajmi se shokujt sahibuka, apo shokujt Iranit, apo të ka braktis, eja tek ne atë. Ta do gjysë në pasunis, subhanallah, shikon këtë situatë, kur as si flet gruaja, as kur kush i braktisën tërësisht nga shoqëria. Nga çdo kush i braktisën. Por edukatori po e bën tërbije. Po i vjen oferta dhe thira heqë piktyne. Ç'a bëren me këta? Kush flet, kush ta din, kush ta bën, largo piktyne. Eja tek ne. Ta do gjysën e pasunisë, subhanallahu, gjysën e pasunisë ta do. Sur hajde ta moni kolib, ta do detin musil në kabile të mball. Ka në gjysë në të dova. Subhanallah, thët Ka'bi, e që tash u sprovova. Kjo së konë sprovova dhe i tash, ha? Thët e që tash ka sprovova që kja, me ardhë puna vetës tem, që të li farë atje i ndyti, me më provu mu, apo rrime pejgamberin e spërria, që kjo konë sprovova. Edhe, e ka qkylitin dhe ka leqis, ka mujtë me lonë që të letrën, që një kujtim, kur më thërë kaj, që unë, ku më pas, ku më shkuone, pas dajtë me shkuave. S'ka do as kujtim me pasta, e ka gjujtë zjarë me herë, ka dikë mësien, kjo kur, kjo marrë që ka plej mu, kur mësë do këtë. Subhanallah. 50 ditë, 50 ditë. Sa që Allah thët, ju ka ngushtu toka,
bima rahubat, pse ballxhon në kon Medinja. Shkëtina ballxhon në kon apo aty nuk ka dukë që i ka shpirti atë. 50 ditë apo. Derisa Allahu xhallahu ala ka dhënë leje që të ndryshon gjendja, të ndryshon raporti. Mas kësaj Allahu xhallahu ala e përmend se Allahu xhallahu ala u ka fal fillimisht të dërguarit e besimtarëve kështu me radhë, pastaj thot Allahu xhallahu ala wa ala thalathati alladhina khulifu. Edhe atyre treve, subhanallah, i ka dapej special tauba për ta aftën. Mas 50 ditë apo. Edukim, sabër, qëndrim, wa ala thalathati alladhina khulifu. Edhe ndaj atyre treve khulifu. Ata që metën mrapa, shkon me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me përktyen Allahu xhallahu ala u ka falë aftën. Sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala thumma taba alehim liyatubu. Kto ka thon taba alehim liyatubu. Çka kupton taba alehim liyatubu? Allahu xhallahu ala i ka inspiru për tauba. Ai është që e ka nis tauban, jo ata. Apo, nga se ka dash me u fal. Prandaj Allahu kur don një rob me dhon diçka, apo ja çon sebebet. Sikur se ka ulemat. Kur don Allahu me dhon robit diçka, apo i thot lutëm për çit punë atë. Se ku mbulet me ta dhon atë. Anë kur bësh dua, dije se po do me ta dhon atë. Diçka po do me të jap. Se për ndryshe nuk të kish inspiru për dua atë. Prandaj sa të bën më në dua që Allah ta ka thënë po do, dije se Allah po do me të jap diçka me ta. Tash ose po do me të jap çata, ose diçka tjetër, po diçka po do me don. Ka se sa herë për shkak me thon njëri po qysh po mu do çka do. Kur ke bëu çështu do? Kur? E pse janë nisë piqë soi date? Pe 25 nisë bëu çështu do. Pse? Pse ajt ka thon lutem Allah. Ajt ka thënë man ti lutem. Po duhet ty me tani zonin për çet punë atë. La ilaha illallah. Çfarë përzgjedhje atë? Edhe këta taba alehim liyatubu. Ai ka thon bëni tauba se do më u fal atë. Pastaj ka thon Allahu xhallahu ala Allahu xhallahu wa kafal thumma taba alehim. Allahu xhallahu ala wa kafal innahu bihim rauf. Ai është rauf, përse ajo ka falë atë. Përse ta ajo ka pranuar tauben Allahu xhallahu ala. Prandaj Allahu është ai i cili e inspiron robën që të pendohet dhe ai është i cili e pranon tauben. A është taubaja jon, vëllezëruar? Dhe mënyra që na pendohemi konform gjunave që kemi bu, kur vallahi. Për në so vjet njëri ka kaluar gjunave, 10 vjet për shembull, s'ka fal namaz. Në qoftë se kishte më qenë kusht i teubës, 10 vjet me nejt i lidh për një kome. Apo që shto ndaq, s'ke dash në 2 komë me nejt para Zotit, tash ki me nejt i lidh 10 vjet të këshyrëm. A pe kalon primin? Wallahi ja kish vlej atë. 10 vjet, do më thonë, s'ki me dojnë për shpije. Se sarë dilë që su falëshe. Sarë, sërë kja zonë dilë që për shpije, si e falë, apo, ta është 10 vjetë dënim, ki me në veç të shpija, s'ki me dojnë. Kur s'ki me dojnë. A kështë me qenë kjo e logikshme për të ubën? Po, normalisht. E logikshme. Njerëzit sot kur të bojnë krimin, sa zgatë krimi, 10 minuta, apo 20 vjetë dënohen. Për 10 minuta krim, 20 vjet dënohet apo. Unë 10 minuta kum bolla, pse s'po më dënon 10 minuta. Apo ja, 10 minuta ke bëu, po 20 vjet e lip çka apo. E krimi unë ndaj Allah, sa li burg me çli apo. Për tauba, u pastru. Normal, se dai që him burg aty komora pishmonin kurse bëj mani dhe se bën mo u krivesh dënimi do të më la. Normal e ke pun. Feminist, një sarë i rar pishmoni valla tani. E kur gjë mo? Hajde, s'ka kështu. Veç të Allahu xhallahu ala. A kërë bësh më po? U bo. E lajtëm aftën. Qërë s'ka, gjykema s'ka dhe kur që s'ka? Jo, kur që s'ka, e lajtëm këtë punë. Kjo që rauf e bën këtë punë Allah. E të shqysh bëhet këtë punë. Sa krimin e këna bo, sa begatit i këna shvizu, apo, edhe kur si kemi thonë që shduhet, alhamdulillah, si jemi ronë sejgjde, a i ditë për të në ka të mira, me të mirët e ti, ja këna këthy me të keqe. Me të mirët e ti, këna luftu rapët e ti. Apo? Edhe për e tët, apo do mu këthi po? U kry. Që u kry? S'ka mu, kur gjë? Jo, kur gjë s'ka. E që ka që?
veç më su këthe më kur. Kjo së rahmet kjo. Rahmet është me mirë me dënu njëre, e tani me thonë që është të është me rështë imësime. E po, është e rauf. Prandaj, pranimi të ubës, me pak fjallë, pa u që përla për të kalumën, veç vendas që nuk bënë më të ardhmen, kjo e rauf. Kjo e rauf. Se ndryshë zbava kia kjo punë e Allah. Vallaj, nuk se parëmdaj një këtë punë. Kush do kumë këtë dunja? E ka një fazë apo të dhënimit. Edhe kur të kërkojsh falja. Hajtë shka njërit më dashën, prindit, vllaut, nëzija jetën kështu, bëni zullëm në fëtë shkele. Edhe në fund, mas, një 10 vjetë që s'kelon të zezë pa i bon, në falë be Allah se që po vjen keqë. Allah, falë, po është tani këtu të folë e që s'po të këshyrë bashkë, dhe i vinë pak vakë mullë shumë e ty jopëtën. I vinë pak vakë mullë shumë e ty jopëtën. Allah Gjellewale nuk i duhet kohë mullë shumë e ty jopëtën. Prej shejtanit në sekonda shëndrohesh në evliat Zotit të pëtën. Kjo e rauf, si kursaj njeriu që ka qenë në rath e mushrikimve të luftu pejgamberin s.a.s. Para mëna, në rath e mushrikimve ka qenë duke luftu pejgamberin s.a.s. Në moment, i ka rudhëzimi. Ka dalat e të të ranë, ka një Rasulullah, unë du ty me të një mua pëtën. Ka ka për shpatë veç u këthy kësajt, është ka këta tjertë, edhe u dikë. Momente, thët Enes ibn Malik, nuk di njeri që pa u falu shku në gjenet pas që ti në pëtën. Të si kam ri vakt namaz heq, s'kam ri me hi vakt i namaz më falë ki, 5 dakika pun krejt. Subhanallah, prej luftarit, ndaj Allah dhe ndaj pejgamberi s.a.s. shëndrojt në qka? Në mikët e ti. Për pak sekonda, veç apo den, e rauf, pëtën. Ajo është që i përënan të ube të rëbëve ti, pëtën. Aso është rauf. Me konë që vësh rahim, thamë, rahmetin në kuptan, pak therav me të shtia, pëtën. Ja, du të me të lodhë, ka pak të këqyrëm. Apo, tani në fund të falim, së problem. Me për këtë e rauf, thët të fali pa dhimt, his nuk dëmë. Se në thamë, rëfë është, apo me të jap një të mirë pa dhimt. A thamë që shtot, rëfë është me të dhoni të mirë pa dhimt. Prandaj, me të falë pa dhimt është, Allah veç e raufa, heq të dhemë, veç të jestak për Allah, o Zot, zbaj mua, a zbën, a je burë, je për një me zbaj mua, o bo, e harrojmë që e ki bukejt, as të përmeni mu bila, as në ngushtojna me ta, as në dunja, as në heret me të kur, ma dje, da që me të gëzu kështu mirë, apo, që ati ku ke bu keq, në që ta reshta ku ke bu keq, ta fshina me gumë, edhe e shkruan që ke bo mirë, të dhush që tunë që të rrështë në keq këmë bo, ja me s'ke bo se po të duket, se mirë ke bo. Që kjo të rauf, ju betë dirillahu se i atim, hasenat. Allahu a shëndëran të këshijen të mira. Allah veç që ta njeri me kuptu, veç për mes që sa i diri me kuptu e rauf, sa është, nuk e ditaj sa është e doza e dashujës që dirë të zemër, që në me kuptu njeri që kanë pas Allah nuk duhet me dash ma shumë heq, kush duhet ma shumë se Allah Gjallahu Ala? Mas kuj dhëtë me u ma te, përse mas ti Zoti që mas keq që ka këna bua, që ka bujme për të a fillojnë api fillimit të robjem. Edhe ajtë thirë, inna Allah jebsu të jedahu bi lejl, li jetu be musi unë nëharë. Allahu Gjallahu Ala e shtrin dorën natën që të pëndohet me këtore ditës. Ti që ke bu gjuna ditën, sëmë ke ngu, ke rebelu, ani, a këthejem natën, a pajtosh? La ilaha illallah. Nësa ajo është i pavarën për neve. E s'ka nëjë për neve dhe të njërë. Na kemë nëjë për te. Nërsa ajo është shtrin dorën. Shiko, s'ka thonë pejgamberi s.a.s. Kush ja shtrin Allahu dorën natën për gjunat e ditës, Allahu ja falë. S'ka thonë kështu. S'ka thonë kush ja shtrin dorën që Allahu më ja falë, Allahu ja falë. S'ka thonë kështu. Konë Allahu ja shtrin dorën. Lije tube, që të pendohet, që të zgatë dorën edhe më katari i natës ose ditës atën. Pa dhimt, pa therën kom, thot, i falën i apëtën. Për pak sekunda, për pak minuta, bazë është pe hidrimit, në knatësi apëtën. Mirë po, edhe kundër ta mund të mëndu dhe Allah në rujtë apëtën. Nësë njëri nuk është i kujdetë shumë apëtën. Prandaj, njëri e ka afer gjennetin, ma afer se që mërmenja apëtën. Por gjithashtu që ka thonë pejgamberi në hadithin Buhari, wa naru kedhalika apëtën. Edhe zjarmin e ka që kështu njëjtë apëtën. E ka shumë gatë të dyja apëtën. Andaj duhet lëvizje shumë të kujdesshme, apo se një lëvizje pa kujdesshme mund me të kushtuar shtrejt ata. Për ne ai që i pranon teuben tona është ai që është
Ar-Rauf. Dhe për asaj që mund të përmendim pe kuptimin e Allahut Ar-Rauf, e që këtu duhet ndoshta meditim më i thellë dhe lexim më i gjatë, por unë po e jap një sqarim të shkurt e që inshallah çdo kush tani për neve ka mundësi më marr me këto jetë edhe kur shkon në tek shtëpia e tij. Ku Allahu xhallahu ala në surën An-Nahl. Surja An-Nahl konsiderohet ndryshe dhe surja begative. Nga se Allahu xhallahu ala përmend begatit shumë të ndryshme që i ka dhënë me robët e tij. E pse pastaj thotë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kjo është një numërim simbolik i begative që ju të kujtoni, se për ndryshe nuk numëron begatit e Allahut azza. S'mund numëron këto begatit e Allahut azza. Kur s'mund me numëru, kur? As mund ti përthekoni asnjëherë ata. Kur flet për këto begati, flet për begatin e bagtive, shtazve, që Allahu xhallahu ala na i ka lënë në shfrytëzim ato. Subhanallah. Shikoja kalin. Apo është më i fortë se njëri. Me bomë me don dy luftim, kush ka ne mund? Morrë njëri me kalin. Dije, kali e myt njëri në llavë, është i fortë. Apo edhe gjithashtu kush ka më shumë për kënd nevojë? Njëri ka për kali më shumë nevojë. Apo se sa që kali ka nevojë për njërin apo. Realisht më shqyr. Se kali që ata uqje pinë gjon ku do koft, edhe ai se ka ushqimin që duhet më bon fabrika kurrë, bari ku të koft han. Apo me gjithë këtë dallim mes vete në nevojë dhe në fuqi, Allahu xhallahu ala na ka nështruar kalin atë. Ai të ngon ty, ai vjen mas teje, ngarkoja sa dush, apo on ti i shfrytëzon këto bagti, ti i shfrytëzon këto begati, ti i shfrytëzon këto të mira pa therrën komod. Është para na për shembull, me pas nevojë sot me ngarku kalin, apo duhet me rre mirë një herë, apo mu luhet tu rre tani me ngarku. I hub lezeti begatis. Apo ja shumë thjesht, veç e mon edhe ai të ngon ty atë. Po flas për kalin, mos thon për begati deveja. Begati sot për begative shumë që Allah e ka dhënë, apo nga mirë transportuese. Ta ka mundsuar Allahu xhallahu ala lërshëm, ulësh edhe përsonjë ti kalon kilometra. Kjo dikush e ka nënshru këtë Allah. Se dhe hekrit di mu rebelua, po kur pisht gara, a përshat që edhe ky s'ngan gara. Me të kallzu Allahu xhallahu ala se nuk ka kjo bash hekra, ky s'ka çka bën tjetër. Jo, ka çka bën. Ky din me bota të çka, ky din mu prish, e të tlen kaq tlen. Shuzimi këtyre begative që neve na lehtëson jetën shumë, pa mund të madh nga ana jon për nënshtrimin e tyre, a kuptuat? Shuzimi i begative, pa mund për nënshtrimin e tyre, se dikush tjetër i ka nënshtru, Allahu xhallahu ala e ka përmbyll këtë prezant begative me emrin e tij Rauf. Dhe pasi ka vazhduar me një varg të gjatë begatish që ndërlidhen me përfundimin e ajetit paraprak që përfundon me emrin Allah Ar-Rauf. Ande Allahu xhallahu ala në surën An-Nahl ajetin e 7 e vazhdon ajetet 8, 9, 10, 11, 12 deri në fund të ajeteve, Allahu xhallahu ala thot: "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus inna rabbakum la raufun rahim." Ato u abartën juve barrën prej një veni me një ven që nuk kishin pas mundësi me i bart pas me një mund shumë të madh ato. Para mëna mos e kish bëu Allahu kalin me bajt. Zban Allah. Se a ka mundësi Allah mos me bëu me bajt, e bën, mos zban. Por a ket atë barr që njerëzit e kanë bart me kuaje me dev me bajt shpinë. Ket atë barr që sot e bartën aeroplanat ato. Apo ket atë barr me barr shpinë. Ata mund dikush në havatje, se ai rrin vetëm me motorra. Se më na gjithë motorra s'është rakur. Po fakti që bjen ka Allah i thotë që kur se mojnë bjen ai. Kur e mojnë ai s'bjen. Që thotë se me kon gjithmonë motorri është, ai s'është rakur. Se motorri është gjithë, apo mirë po Allah e mon atë. Edhe në tokë, kush e mon tokën? Allahu xhallahu ala. Kur shkon kiri për tokë atë. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala thotë: "Wa kam lesu të barteni dhe të bartni shumë pesha të ronda atë. Nga një vend me një vend tjetër, pa u mundu ju fort atë. Dikush tjetër i bën atë. Ti i ki 100 kg apo 200 kg i ki,
Edhe bart me mijëra kilometra, edhe heq lodhësh. Lodhësh pse nëse si unë mirë në karrik për jetën tonë, ti lodhësh. Ama për barën që e bart, që ty dyn, a lodhësh? Jo, se dikush tjetër është të e bajt ato. E që të tjerë që Allah është të e bajt, Allah thotë për shkak se është rauf me juve se. Se është dorë bashkë kallaj me orën me bajt ato. Po ai është rauf ato. Andaj edhe shfrytëzimi begative në mënyrë të lehtë që ne e bëjmë është pjesë përvërse e kuptimit të Allahut e rauf ato. Edhe shumë tjera të begative. Sa është më rëndësi për neve frymarrja ato, oksigjeni. Që sa kallaj marrëm, as nuk duhet hiç, bile me dikim dikun tjetër ai vet marrën frymë ato. Ky lehtësim i shfrytëzimit së begatie vjen për Allahut e rauf. Nëse me mëshirën e tij të madhe ka mundsuar që në mënyrë të lehtë të shfrytëzojmë begatit e Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala që të na përfshin Allah me mëshirën e tij, në fal mëkatet tona. Kjo është sa i përket pjesës së parë, do të vazhdojmë më tutje inshallah me këtë emër. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.